Na kanë dalë ca faqe kështu, faqe nga ato që urdhëroi Arbian Mazniku, kështu revolucioni Flamingo e çajnë ka Sorosianët e qelë për 300.000 lekëshat e bashkisë, që kishim bo një video për mua dhe për Gent Prognin dhe për një vajzë tjetër me të mbuluar besimtare e për Agron Shenjën e për gjithë në kush e vodhi protestën. Le që na kishin etiketuar njerëz si lëpirsa, se reflektojnë veten e vet. Kush më njeh mua personalisht e di që e kanë bërë pronarëve të medjes, e di që e kanë bërë këtyre që hiqen si pronar, e di që e kanë bërë vetë Sali Berishës në tryezën e vet. Kështu që për lëpirsa e dini vetë juve. Unë kam vetëm një pyetje për juve. Si ka mundësi mor Mjeran që thoni kush e vodhi protestën? Që kur i pas ka dalë pronari protestës? Apo nuk e prishët dot juve? Nuk e quat dot për Pelikanin Kaçurele për Flamingon? Sepse juve nuk doni largimin e Edi Ramës edhe Sali Berishës. Po juve doni vetëm që të merrni disa kuota, të kënaqeni me nëj llokëm e me nëj kock, ashtu siç jeni mësuar të rjetën. Sepse në fund të ditës të nderuar, të shënderuar, ju jeni thjesht veme, jeni kërpusha. Jeni kërpusha, kjo është kafsha juaj shpirtërore. Kërpusha. Neve, unë, Gent Progni, e shumë motra dhe vëllezër tjerë, kemi dhënë shpirtin, kemi vendosur fytyrën, kemi futur në rreth kuq. Kurse juve, o Mjeran, thjesht fshiheni pas anonimatit. Pikën e njerëzillikut nuk jeni. Pikën, jeni thjesht vemje të ndyra, jeni ndot. Ju jeni ndot i shoqërisë shqiptare. Dhe po të donim neve ta prishim e tishim të Saliut, e Xenit, nuk e diun se kujt, të Iranit, më besoni që as nuk do mundeshit dot me nejt atë protestë.